Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio në bashkangjitet profesor Plum Pilinçi. Profesor, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma. Profesor, sot në SPAK ka patur debate midis prokurorëve të SPAK dhe zotit Hametaj. Mund të na thoni diçka rreth zotit Hametaj, i quajtur Tigri, dhe çfarë ndryshimi ka zoti Hameta nga zonja Balluku? Gazetarja më tha dhe një fjalë që quhej Tigri. Do me thënë, një tigër, një hajdut. Hametaj ka vjedhur më shumë se zvendas kryeministri e sotshme. Çfarë dallimi ka të dashur shqiptar? Po çfarë dallimi ka nga këlyshët komunista? Nuk e themi ne shqiptar një gjë që këlyshi është më keq se qeni. Është më poshtë. Pra ka 35 vjet dashur shqiptar e kanë marrë këlyshat e këlyshve. Pra Hametaj do vi shumë shpejt e dohet në burg. E besoj se ai nuk do të dali dot nga burgu, nga vjedhjet që ka bërë. Tërmetet që ra në Shqipëri, të dashur shqiptar, nuk janë miliona, po janë miliona e miliona dollar që dhanë ndihmë Turqia, çdo shtet i Evropës, ata i futën në xhep, si Edi Rama dhe Tigri, që e kanë para syve. A e shihni në këtë televizor del dashur bashkëtetar, në televizorin Syri, televizori i Sali Berishës. Pra, kullat që janë, këta i kanë bashkë si familje dashur shqiptar. Pra, Hametaj me zvendas kryeministren Balluku nuk ka dallim fare. Këta janë hajdut dhe këta do arrestohen shumë shpejt e dohen në burg. Profesor, sot ambasadori amerikane zonja Nancy Van Horn është takuar me zotin Peleshi si dhe me krerët e grupeve parlamentare. Si e shpjegoni ju këtë takim, se ngjason me momentin kur u krijua SPAK-u, ambasada pati gjithashtu dhe shumë takime? Shqiptarët e mi ka sot që në mëngjes është prahapur se ambasadorja amerikane, ai quhet ambasadore, gazetarja e tha shumë bukur, ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kurse vizat e kalit dhe këlyshët e qeverisë për 35 vjet hajdutët dhe vrasit e quajnë se është ambasadore. Ajo është Nancy, është ambasadore. Nancy çdo gjë që flet dashur bashkëdhetar shqiptar, flet në mënyrën e Ministrisë të Jashtme të Amerikës, State Department. Pra, ajo vërtet e ka thritur Peleshin. Peleshin e thriti pra syve dashur bashkëdhetar shqiptar, a u kujtohet kur u bë SPAK-u? 140 deputet kanë vajtur në ambasadë pa pik turpi, që shqiptarët kanë një zakon, jo si që bën këta rrugaqëria, vajtë dhe firmosin një nga një me urdhë, e firmosin për çështjen e SPAK-ut, që SPAK-u po ha kokën atyre. Pra, Nancy ka thritur jo vetëm këtë, Peleshin, po ka thritur të gjithë krerët e grupit parlamentar. Për arsye, i ka thritur se kur u bë para 2-3 javë, mbani mend që vajtën prokuror, do me thënë SPAK-u, për të kërkuar heqjen e imunitetit të Ballukut. Peleshi doli dhe as pati respekt për SPAK-un, doli dhe u largua, nuk e tha as kur do vinte për së dyti, që do ishte urgjent, po doli jashtë, u bashkua së bashku me gjykatën e kushtetute. Me atë gjykatë që u kam thënë gjithmonë, që dosjet e tyre janë aq të ngarkuara, aq kanë kaluar vinë e kuqe, sa kanë shirë në Shqipëri për 35 vjet. Janë të njëjtë njerëz që kalojnë nga gjykatë në gjykatë tjetër. Ata të 5 do marrin përgjegjësi penale. Pra, ambasada i ka thritur me urdhër. Çdo ambasadë e Amerikës merr urdhër nga State Departamenti, nga ministri i jashtëm, që quhet në botë kryeministri i Amerikës. Pra, është vënë në lëvizje Amerika, sa kur asnjëherë nuk është vënë, është vënë State Departamenti, Ministria e Jashtme, është dispozicion të shqiptarëve. Është dispozicion të 97% të shqiptarëve që i ndihmon realitetin dhe është kundra 3%. 3%, me qenë se më doli e Peleshi këtu, Peleshi dashur bashkëdhetar shqiptar, çfarë si ka bërë Korçës? E vodhi. Të gjitha aparat e tërmetit, që edhe sot në Devon, në Kolonjë, në Bilisht, kudo,
Në përfshatrat kanë arritur su ka dhënë para, akoma shtëpit i kanë të rrëdzuara. I mbajti para. Po nuk u mungop Peleshi me këto para, po erdhi dhe u bë ministër, vodhi. U bë ministri mbrojtjes, vodhi ushtrin. U bë ministri bujqësisë, vodhi. Tani e bën më në fund kryetarin e kuvendit popullor. Do të thot një hajdut që ai ka më deme se kryeministri. Ai është hajduti hajdutve, nga Korça më kanë erdhur me të firmosur sa para u ka marrë, si i ka marrë dhe ka bërë Korçën çorape fare. Ky njeri ka qenë në Evropë, jo rrugaç, ka qenë në Evropë ky Peleshi që punonte punëtor dhe kur ka erdhur, ky s'ka patur pantallona dashur shqiptar. Pra, edhe ky e ka derën gati për në burg, dosje e këtij është përfunduar. Pra, ambasada ka të drejtë t'i thërresi të thot realitetin, sepse siç e thash, spaku paguhet nga Amerika, nga taksat e Amerikës. Profesor, njën nga shikuesit tanë është revoltuar me situatën që ndodhi dje ku zonja Balluku ishte ulur pranë zonjës Nancy Van Horn. Më lejoni të u tregoj? Çfarë mund t'i thoni, keni për t'i thënë këtij shikuesit që ka shkruar? Të dashur shikues që klikoni vërtet kur unë dal live, vini gati 1500, 2000, 2000 ca, sepse jeni një interes. Zotni që ju e keni shkruar, ambasada amerikane është me ju. Kur them me ju, në 97%. Ambasada që i thret dashur bashkëtetar, i thret ata që të firmosin dhe të heqin imunitetin. Kjo është arsye. Nuk është ambasada kundra Amerikës. Ambasada është për shqiptarë. Pra, ju zotin që keni shkruar dhe shumë njerëz tjerë, dhe këtu je keq kuptuar zotni. Ne mund ta nxjerrë regjizori fotografin si ka dalë Balluku dhe kush është pas Ballukut dhe çfarë flet Edi Rama, sepse kjo lidhet me këtë të Ballukut. Nëse ka mundësi mund ta nxjerrni? Po, regjia e ka. Se ka lidhje kjo me kërkesën që na bën. Okej. Sot për sot, kryeministri i Shqipërisë quhet Edi Rama. Çdo shtet në botë, të dashur shqiptar, kryetari i qeverisë i thret ambasadorët për çdo gjë. Për këtë punë janë ambasadorët e botës që të vinë. Pra, i threti dhe në karrekët u vente emrat ku do ulshin ambasadorët. Aty nuk është vetëm ambasadorë e Amerikës, janë ambasadorët e botës. Pra, dashur shqiptar, Edi Rama e ka bërë qëllimisht. E ka ulur Ballukun afër. Por, a i shikoni në fotografi fytyrën e ambasadores, që e shikon me urrëtie, pa marrësi se Edi Rama, me qenë se më zuar të këtë fotografi të dashur bashkëdhetar shqiptar. Ambasada nuk është me Balluku. Balluku ka për të përburg të rjetën e saj. Miliona e miliona dollar. Aty dual 300, nuk janë 300 dashur shqiptar. Janë gati shumë pallate që ka ajo, si që thash për para. Ja shmësuar si gjithë si Edi Rama. Edi Rama ka kështjellën dashur shqiptar. E ka bërë shtëpinë Cimento. Do me thënë mendo dhe se do ishte të rjetën, edhe çfarë nuk ka në shtëpinë e tij. Ka arritur, ka bërë bunkeri, një qynje që të dali arje të mos prishen parat. Pra ato janë parat tuaja. Pra ambasadorja do ulqe ku t'i thoshin, sepse ishte e ftuar, është para Ballukut, shikoj ambasadorin si rri në fytyrë. Ajo duhet vite se s'bën atje. Pra nuk është ambasadorja që e do Ballukun apo e do Edi Rama. Edi Rama arriti dashur bashkëdhetar shqiptar, sa e tha në publik, ofendovi dhe Amerikën, pa i bëri një gabim të rënd, sa tha ne do të shkojmë me Kinë. Të dashur shqiptar. Ju e pat para atësë kohë një president të një shteti që e mori Amerika për 4 minuta. Unë va kam thënë dashur shqiptare, duhet jeni të bindur. Pilin që i thotë realitetin. Amerika është me fuqishme në botë. Amerika ka 100 vjetë që ka bërë planin që të bërë Shqipëria me kufi natyrore. Lufta e tretë do bë e paparë. Po Shqipëria nuk preket.
Kur them nuk preket toka e Skënderbeut. Toka e Aleksandrit të Madh, është toni, që ka firmosur me dorën e tij që është shqiptar. Maqedonia që quhet sot e kanë bërë Maqedonia e Veriut e kanë bërë grekët. Ata janë Maqedon, të dashur shqiptar. Ajo është Maqedonia e Aleksandrit, është Maqedonia e shqiptarëve. Ne kemi pjesë deri në Bullgari, do habiteni ku e kemi kufin. Ne do marrëm me se që takon. Pra, ambasadoria është aty dhe duart si i ka vënë ambasadoria të kryqëzuara, dhe mek ambasadoria kishte drejt të vinte e të ulqen. Nuk ishte puna që ambasadoria e kishte thrytur në zyrë. Kryeministri ka drejt të thresi. Pra, ambasadoria ishte përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo është përfaqësuese. Ajo është ambasadore sot, pavarësisht se mizat e kalit, që quajtur politikan, ata janë hajdut, rrugaç, të dy partive si Saliu dhe Edi Rama, të dy partit ne i eliminuam, të dy partit ne i coptuam fije, që të shihni se ato janë bashkë. Pra, zotnia që na ka shkojtur ne, del me këtë, pra çdo gjë të dashur shqiptar ka përfunduar, është në favor, Amerika është me shqiptarët. Profesor, ambasada amerikane tradhtoi Trump, Zaçi Islami, po, Rasazani, Greku merr detin, përmbysje. Në një material që ka nxjerrë Zaçi Islami, mund të them në podcast, flet për përmbysjen edhe për Sazanin që është marrë. Çfarë mund të na thoni më tepër rreth këtij materiali? Do të thënë shkrimi i tij është e me sa duket që ambasadoria amerikane dashur shqiptar, unë do flasë për Zaçi Islami. Zaçi Islami nuk një fare mirë. Zaçi Islami ka qenë në Partinë Shpresa Demokrate. Vajzë e tij ka punuar sekretare e kene. Zaçi Islami unë e kam përzën nga Partia Shpresa Demokrate. Zaçi Islami shkruan se ambasadoria e paska tradhtuar Çorumin. Edhe thot aty, ajo ka kuptim shumë të plot për Sazanin dhe grupi... Rasazani. Urdhon? Po, Rasazani, do me thënë... Greku merr detin. Greku merr detin. Do me thënë flet, Gjomo Zaçe, ti ke kohë që flet me disa YouTube, 5 pyetje në Baba Ramua, në një hajdut, në një komunist. Flet në për televizorët, ata mundojnë që të marrën para, mos Zaçe, ti po flet shumë gjëra gabim. Moshën që ke, dhe quhesh jurist, i thuaj popullit shqiptar ku e ke marrë diplomën e juridikës. Ti shan Salin, ti shan Edi Ramën, dhe mbron shtetet e tjera. Ti ke qenë në Greqi, dhe me këtë, mua më ka bërë një përshtypje jashtëzakonisht Zaçi Islami, që shkruan që Greku merr detin. Gjomo Zaçe. Jo ti Zaçe, po të bëhet Zaçe e tëra Shqipëria, Greku nuk ka për të marrë, ne kemi pjesën e Çamërisë. Ti dofte e ke harruar Zaçe. Çamëria e shkatëruar. Çamëria u vra. Nënat shtatzane i qanin me bajanet grekët, u anëzinin fëmijë. Që nga Çamëria, deri në ullishtet e Vlorës, Labria u dha shtëpi. I mbajti me bukë. Por, Çamëria është toka jonë, toka me bukur që ndodhet në Çamëri. Si ka thënë Mitat Frashi, ka qenë ambasador në Çamëri. Pra, Çamëria është vendi mi bukur i Shqipërisë. Zaçe, mos u mërzit, dofta nuk të vjen mirë që Greqia na marr të vjen mirë që Greqia na marr detin. Jo mos Zaçe. Detin nuk e prek sa janë patriotë e Shqipërisë. Ne do marrim Çamërinë edhe për te Çamërisë. Do të shgoni që ato bëhet shumë shpejt. Vërtet, dimri do t'jeti i hidhur, por në dimër bëhet luftë. Pra, Zaçi Islami të këshilloj, që më ka ardhur shumë herë në zyrë. Ke një familje të mrekullueshme, një familje që është familje patriote. Po ti po del, me çdo televizor se t'japin nga një koskë ata, po të vjen në shërbim të gabuar, doja për shumë llogari.
ke bërë armik jashtëzakonisht, vend e pa vend, del çdo natë të përdorin, po të përdorin dhe po flet gjëra që nuk të takojnë ty, se thua je jurist. Si të flashin në atë mënyrë që ambasadorja trahtoi presidentin e Amerikës. Është turp për ty që ke edhe një moshë dhe mos dil në për televizor që ke kaluar vinë e kuqe. Flet shumë herë që Amerika nuk është me shqiptar. Flet shumë herë që Spaku e ka Edi Rama. Zaçe, Spaku nuk e ka Edi Rama. Mos do të thuash të kundrën, mos miku jot Berisha, që nga Berisha s'është arrestuar asnjë njeri, tash do filloj arrestimet. Nga kryeministri i Shqipërisë janë arrestuar tërë ministra, e do arrestojnë shumë ministra. Po do të shikosh të ditë kur të fillojnë arrestimet të pa para të quajtur ish PD-ja. Ish ministrat, ish zvenc ministrat të PD-s do arrestojnë të gjithë, kullat i kanë ata dashur. Pra, gabon që flet kundër Amerikës. Dhe i drejtua shumë herë ambasadës amerikane. E i thua, pse nuk e arrestoni? Ambasada nuk arreston. Ambasada ka krijuar Spakun. Dhe Spaku si pas ligjit të kushtetutës, ajo përdoret tamam si kushtetutë e Amerikës. Njerëzit, kur arrestojnë, dosje tyre ka përfunduar, është gati për një gjyq. Çdo gjë që janë mbi tokë që i kanë patur shmarr, ne nuk kemi marrë parat që i kanë fshehur në për tunele Mozaçe. Pra, dofta aty të bëhet qefi ta marri Greku, detin se ke qenë shumë kohë në Greqi. Ti e di fare mirë që unë të kam shpëtuar në Greqi, vite e vite me radhë. Ti e di fare mirë, nuk të ka shpëtuar ambasada shqiptare, po të shpëtuam ne. Sepse zonjën që ke nga një familje anti-komuniste. Për këta unë të kam shpëtuar. Për këta unë të mbajta shumë kohë. Për këta unë të dhash autorizimin që ti ishe si avokati personal me mua. Kur e pash që ti e kishe gojnë e madhe, kur e pash që ti la matisje vend e pa vend, nuk përmbashe, pra Zaçe, kur të flaç për Amerikën, duhet të lash mirë gojnë. Profesor, a keni ditë çka bërë ndjekësit tanë të shtoni diçka më tepër? Unë kam shkurtimisht do t'i them shqiptarëve, të dashur shqiptar, siç u thash mbrëm. Ka ardhur koha e shqiptarëve. Dikush mund të thotë por ne tërë jemi shqiptar. Jo. 35 vjet dashur shqiptar, shqipfolësit, do të thotë spion të serbit, spion të grekut, të Janolatos, spionët e kanë dëmtuar shumë Shqipërinë. Ju mund të thoni, po ku janë këta spion? Të gjithë televizorit, Top Channel, Klani, News 24, të gjithë ta që janë televizori i italianit, të gjithë televizori A2, News, të gjithë televizorit që dalën që janë moderator, si Rakipi, si Bushati, e të tjerë, si Fevziu, këta kanë qenë dashnorët e Ministrisë të Brendshme, do me thënë dashamirët e Ministrisë të Brendshme, që më në 10-ën, kur kanë qenë në shkollë këta, kanë qenë në për universitetet, sepse ata që ishe dashamirët të Ministrisë të Brendshme, i fusin për gazetari. Ata marrën me mira $, pse nuk i pyesni? Ku i gjeti parat, për shembull Fevziu, që thot kam qenë me 200 e ca shtete. Ku i gjeti parat? Ku shef? Familje ti nuk ka qenë e pasur. A ish nga një fshat afër që i thonë Starov të Pogradec. Starova në kohën e Zogut e në kohën e komunistave ka patur 50 shtëpi. Të 50 qushin Beler, të 50 pa brek. Ku i gjeti pasurite? Apo dofta mos mendon për pasurite ati që vra në Francë? Pra, të dashur shqiptar, ju që kanë dëmtuar, që kanë ullur autoritetin tuaj, janë këta gazetar që janë 80 e ca, që mund të shpallen shumë shpet, janë shpallur, janë letrat, në spak,
që janë non grata. Këta do dënohen. Sepse dy partit i kishte në për televizorit dhe bënin propagandë kur shanin pëden disa shanin pësen, gjoja ishte të darë, po kur dilin jashtë, pinin verë të kuqe dhe minin nga 10.000-20.000 dolar. Të gjithë parat e atyre do t'jenë tuaja dashur shqiptarë. Dy partit i pat vetë u coptuan. Flasin tash në përgojë. Hidhet Berisha, mbledh disa mizakali, ata që i financonte, gjoja një parti, një person, mblodhi atje gati 80-90 veta, gjoja parti, që s'ka parti, dy parti ka patur Shqipëria, një PD, një PS, ata janë satelitët e tyre. Mizat e kalit që gjoja ja kemi parti dhe kur ishte radha për ta mirë të PS-ja, ishte nga PS-ja. Kur ishte radha për PD-n, po dashur shqiptar. Këta dosjet janë shumë të mëdha. Dosjet e dy partive, kur them e të dyjave, janë dosjet e 97-ës, dashur shqiptar. Janë dosjet e piramidave që shqiptarët me parat që kishin bërë në mërgim, punonin si uzmeqar, erdhë, shisin dhe shtëpit se e dini do minin 3 herë më tepër. A e mbani mend ju që po dëgjoni, hapni thesin, sa ke vëlla, i thoshin, me përkëdhelje, 50.000, e dim, mos i nëmro, hidhi poshtë. Ishte dhe gjitha propagandë për t'ja mbledhur shqiptarëve për të dëmtuar. Sa shqiptarët disa u hodh, u vranë, se nuk i paguanin dot borxhet që kishin marrë. E kam fjalën për piramidat që i bëri Berisha bashkë me Meksi. Meksi ishte kryeministër. Edhe Sheu, doktor Sheu. Doktor Sheu ishte drejtori i naftës. E mbani mend që quhej Shqiponja. Që a dhanë naftën sërbe për të vrarë bosnjakët, për të vrarë kosovarët më në fund, për të bërë ushqim për tanket dhe për avionet. Pavarësisht se nuk arritën të ngrihen avionet, sepse Amerika që disa flasin keq, ishte Amerika që shpëtovi Kosovën, që sot, nesër pas nesër, do bëhet me Shqipërinë. Pra, të dashur shqiptar, ka ardhur realiteti. Ka ardhur realiteti që 97% të marrën atë që takon. Ka ardhur realiteti që pronarët, që këta i quajnë ish pronarët, të marrën pasuritë e tyre. Të dashur shqiptar ka shumë pasuri. Mos kanë hall ata që kanë marrë me 7.500 e njëshë të marrin, jo dashur shqiptar. Ata kanë marrë një rryp. E kanë marrë 300 metra të gjatë, 10 metra të gjerë, 20 metra. Qëllimisht për të vrarë me komshiun, po ta kthonte traktorin, do hyte në pjesë e tij pse hyre për të vrarë. Çfarë s'kan bërë këta dashur shqiptar? Këta arritën sa coptuan shkollat, universiteti, i mbyll gjimnazët, në përfshatat që kanë qenë, klasët e parë, të dytin, të tretën, që kanë qenë në klasët 300-400 veta me çdo fshat. Sot janë mbyllur, s'ka shkolla. Pse s'ka? Për të urur autoritetin e kulturës të Shqipërisë, për të ardhmen, se çdo 20 vjet fëmia është fëmijë, basi 20 vjet rritet, bëhet me shkollë në universitet, del doktor, inxhinier, del në ushtri, pra që të humbin vlerën. Po të ekja që u bë me madhe. Kanë punuar në Shqipëri 46 vjet regjimin komunist, në përferma e kooperativa. Këto ishin në Shqipëri. Punonin zbathur muzeqarët, thanin kaneta. Punonin të burgosit, të intrenuarët, për një supë më tepër ujë, me mbushkonja, se sa fasule brenda. E të arrin të u japën $80, që është vrasje. Edhe thonë janë 800.000 pensionistë, jo të dashur shqiptar, janë 420.000. Ato 400.000 gati i marrën parat për vete. E dyta, që ka më rëndësi, policia. Policia ka qenë si slev, edhe është slev, merr $600. Kurse disa rrugaç shqipfolësit në parlament, që janë deputet, këta rrugaç i marrën duke shitur misra, si që muar një djalë nga Maliqi, nga fshatrat e Maliqit, ka qenë ferm ajo, e muar dhe e futën në PD, gjoja e futën në burg, u bë dhe me leshë.
Ja Berisha e nxori jashtat. Ja këta bëjnë të dashur shqiptar. Policinë e shkatruan. Sot doli Prodi. Dëgjoj më Prodi. Ke dalë sot në konferencë e ke thënë që ne organizata e policisë. Policia nuk është organizat. Ti e ke mirë në fakt. Sepse ju që jeni drejtorat e policisë, ju jeni organizat kriminale. Ju i vithi, ajo nuk quhet organizat, po quhet policia e shtetit. Sot ke thënë para një ore, dolin interviste edhe the, ne po bëjmë të mundur, po bëjmë çdo gjë përpara, jemi organizat. Çfarë organizat jemi? Turp të kesh. Ti je drejtori i policisë. Edhe quhet policia e shtetit, policia që mbron shqiptarët, e ka shqiponjën në ballë, o Prodi, ke ka bua shumë, që e quan organizat, turp të kesh, po harrove edhe e quajte organizat. Organizat quhen mafja, organizat quhen kriminelët, hajdutët, ajo nuk quhet organizat, po quhet policia e shtetit, ose policia e qytetit. Ti je drejtori i policisë të Shqipërisë. Janë 10.000 polic. Policia merr $600, kurse koka jote merr mira $. Të thash rande parë, ishe në moshë të re. Dosja jote është bërë shumë e rrezikshme. Dhe më në fund të unë sot me rrezikshme, kur ti fole, ne të ndjekëm ku hyne, ku delti. Jo vetëm ti. Po të gjithë ata në qeveri për 35 vjetë, ne i dim me këta kohën, ku ven, qa pazari ben, si i shesën, si marën parat. Ne i dim, më Prodi, çdo ambasador që ka ardhur këtu në tokën e Shqiponjave, kanë erdhur pa brek, kanë ikur milioner, kanë marrë pasuritë e shqiptarëve, kanë marrë gjakun e shqiptarëve. Ra tërmeti, janë pa shtëpi mileti, dhe atëll bota para, i ndanë vetë, edhe sot ti na i qojtë ke policin organizat, turp, qarë polici pas ke qenë. Pra, të dashur shqiptar, kjo është arsye që flasëm për qeveri teknike. Pilinçi e ka bërë me patriotët qeverin teknike. Janë 13 ministra, po e përsërit edhe një herë. Janë 13 ministra, janë ministra që e duan këtë kombë, që e duan Shqipërinë, e duan vendin e tyre, i duan fëmijët e tyre që t'i rrisin si shqiptarë. Kurse ju shqipfolësit, që thua organizat, që vithni, e vratë Shqipërinë, pra erdhi koha e shqiptarëve, si që thash, e bën me nafta. Po nuk harrohet gërdeci dashur shqiptar, këtë i bën këto dy partit. I vranë fëmijë të vegjël. Nena e një fëmije vjen për ditë gavora, vjen për të marrë drejtësinë. S'ka drejtësi për atë. Po e harrohet ajo 21 janari, që u vranë 4 shqiptarë direkt nga dritaret dhe nga taraca e asaj kryeministrit të mallkuar, që ka vrarë 46 vjet me regjimin komunist dhe 35 vjet me mizat e kalit, me rrugaqet e me hajdutët, dhe me këta që dalën në internet, në YouTube, që kanë bërë gjoja parti një person, bëjnë përqarje e shqiptarëve, mos i dëgjoni dashur shqiptarë. Dosjet janë përfunduar. Komplet do arrestohen këto ditë. Nuk ka më rrugdalje. Fitim janë 97% të shqiptarëve. Ju do mini pasurit dashur shqiptarë. Të gjithë do gjykohen këta për krime, jo për vjedhje, vjedhet i mirën. Ka bërë pallat, shumë bukur. Do të keni ju gradis. Do të keni djemë të rinjë, vajzat e reja, që të martohen. Do të keni emigracioni që jashtë shtetit, që janë në Itali, janë në Francë, që talën me ata, që flenë për stacionin të trenit sot, me qindra, po të shkoni në për stacionit të trenit, flenë shqiptarë. Se i përdorën shumë keq, sepse kanë qeveri të korruptuar, kanë qeveri me ministra dhe deputet me mizakali. Pra, të dashur shqiptar, shpresa e kombit që jemi ne, unë i bie thirrje tërë shqiptarëve. Mos mbani flamurët e partive. Është turpi botës. Shikojeni PD-a çfarë flamur ka. Ka flamurin me blu, flamuri grek. Shikoj PS-a dashur bashkëdhetar,
e ka flamurin e bolqevikëve të Miladin Popovici dhe Dushani të Sërbit. Dhe ne kemi një e hoqëm, e bëmë se dushit e bëmë i memri e partisë. Do të dilni, ne do të thresëm ju dashur bashkëtetar, u do bi plan këtë javë, dhe javën tjetër do të them ditën që ne të mbushëm bulevardin. Do të mbushëm bulevardin me nga i qirin në dorë, të mbani i qiri, që të kujtoni gjyshet e stërgjyshit që o kam vrarë komunista. Të mbani një qiri që kam bërë këta për 35 vjetë. Nuk u ka lënë të pini ujë, nuk u ka lënë të mbjellën drith, nuk u ka lënë të pastrojnë kanalet që të ishtë të pastra, po i ka lënë qëllimisht që të mbyteni, jo si unë mbytet. Ja është e qëllimshme, se parat janë marë. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Unë u pres shkruani çfarë të keni dëshirë, po u them edhe njerë, ambasada amerikane është 24 orë në punë, në shikim. Do përfundoj atë që kam thënë unë. Mbarovi çdo gjë. Ajo është ambasadore, Nancy, është shumë e aftë, vërtet i thret njerëzit. Ka thritur edhe atë sheu, që është i grupit. Por, si nuk e di ambasada, që të gjitha që janë deputete në grup, kanë hapur dyqanet e dynjas, mashtrojnë, edhe sheut po i themi dhe një, pa marrësi se gjyshit i ka vdekur në Borel. Është familje patriotish. Po ai ka erdhur nga Ingilterë. Ashtu se si që suall në hypin, mos gabojmë, emrin e hypje, pra ajo që e solli englezët, se englezët shumë i ka sjellë gjithmonë, për shkatruar Shqipërinë. Ashtu të kanë sjellë ty sheu. Thuaj publikut, ku jetë parat ti? Ti po të matësh 2 pëllëmbje. Ku jetë parat që ke hapur me çdo vend, me telefon që i vjedhen njerëz të tjerë me anë e parave? Ku i ke gjetur këto? Ku i ke gjetur? Thuaj shqiptarëve. Po dele dhe mburresh, edhe thua kam qenë ambasadë. Unë nuk kam thënë. Ambasada është në mbrojtje të shqiptarëve. Ambasada i di çdo gjë. Ne i dim. Ne i dim çdo gjë lëvizje. Pra, juve do se ti keni aq të mëdha sa nuk do dilni nga burgjet. Pra, dashur shqiptar, do arrestohet Berisha. Do arrestohet familje ti komplet. Ka bërë dhe gjyqin në Amerikë. Dhe gjyqin dolli guilty, fajtor, i biri Berishës. Dhe iku urgjent, ka para për të paguar, që gjyqi kur të dënon në Amerikë, duhet pagosh demin që ke bërë, janë miliona $. Kërciti e iku. Pra, do të gjykohen në Amerikë ta. Në Amerikë do ven 24 veta dashur shqiptar. Edi Rama është i dënuar 7 vjetë. Lulzim Basha është dënuar 5 vjetë. Berisha janë të dënuar. Do hapi llogari. Por unë duaj që të japi llogarin, të sjellëm këtu në Shqipëri dhe të shihni me sy tuaj kur të bëjmë pushim në burg të rrini njëri me tjetrin. Të shihni vetë të bëni gallat, siç po bëni tashi në klani e në Top Channel, turpi botës që dalin aty që i shikojnë miliona njerëz. Çfarë shikonim? Ata dalin më lak kuriq. Ata dalin për të ulur autoritetin e shqiptarëve. Portokalia, që i qojnë ato gjerat atje, turpi botës. Dalin gjithë për televizore, për të ullur autoritetin e shqiptarëve. Por aman, ditën që ne do kalojmë në zyrat e reja, televizorit do mbyllën. Dhe dojnë në mënyrë tjetër, në drejtësi. Gazetarët që janë në publik të dashur shqiptar, në teren, janë gazetarë të shkëlqyshëm, por nuk i paguan njeri. E unë po them atyre gazetarëve, pse nuk i pyesin kur janë në televizor? Ti pyesni, sa para ke, pse ku i ke patru vilat? Pse nuk i pyesni? Mos keni frikë, që është dita e fundit. Do ngelin i të nderuar kur juve ti pyesni një nga një. Pa marrësi se moderatorët janë për televizor, ata janë të tyre. Ata janë të tyre. Pra, të dashur shqiptar, fjala ime e fundit është, të gjithë ata që më në 10, po më mirë them në 91, o më mirë them në 12, kur Berisha u bë president në prit. Të ta ryveqini bërëntar, e janë një shpresë e kombit është kjo. Mos u vi zor,
Edhe ju që jeni të pëdes, që jeni patriota, jeni familje të mirë. Ka mizat e kalit, atë dojë në burg. E janë një shpresë e kombit ta bëjmë Shqipërinë. Erdhi rasti dhe koha jonë. Lufta e tretë do zjej, do goditën shumë englezët, Franca. Do bëhet pra ata qameti. Por ama në qelsin e kemi ne shqiptarët. Nuk do goditet Maqedonia, Kosova edhe Malizi. Më shkruajnë disa për çështjen e kryeministit Kurti. Më thonë Kurti ish patriot. Ju që më thoni për Kurtin patriot, unë kam thënë që Kurti është një vit dhe ka buar. Nëse Kurti nesër ngre këtë flamur, do të quaj patriot. Po si mund t'i thuash patriot tjetrit, keni filluar dhe i këndoni këngë, kur ai mban një flamur blu, një flamur me të verdhë dhe lartë, sërb. A herë unë i kam thënë Kurti dhe ai po më dëgjon përsëri. Dhe ju që keni shkruar 2-3 veta sot dhe thoni në live që jam, edhe thoni që pse Kurti është patriot si ty Piliç. O Kurti, nëse ti këtë e ve nesër flamur, të betojmë si ti do jesh kryeministër derisa ne të bashkohemi. Kur të bëhemi ne me presidencë këtu, Shqipëria do bashkohet me telefon. Kjo është arsyeja dashur shqiptar që unë kam zgjedhur një ministër nga Kosova, një ministër nga Malizi, edhe një ministër nga Maqedonia. Do të thotë, te 10 janë pe Shqipërisë me nënës Shqipëri, edhe 3 janë që na kanë bërë pe njerke, që i themi ne. Do me thënë, ne i coptuan Kosovën, na i dhanë mjanë, ajo englezët, që janë me një të firmosur Quqili, i mallkuar qoftë, eshtrat e ti, që akoma po na sjellin këtu njerëz marksist, si që suallat e hypin, po hiku që ajo do arestoshe. Se nuk ka vëd në tokën e Shqiponjave marksizm, leninizm, ka vdekur një herë mirë. Ditën që ra muri Berlinit, komunizmi ka vdekur. Dhe ditën që bëhet tu me qeveri teknike, s'do të ketë në tokën e Shqipërisë marksista e leninista. Më mirë të them ata që bëjnë propagandë, disa historian, janë bërvet historian, që e thonë Skënderbeu është sërb, a mori historian. Nuk dua po ta them më se ul veten, ti je një grek. Po e them më mirë ta di Shqipëra. Ti Paskal, ke qenë ministri i jashtëm. Çfarë ke bërë në Itali në ato mbledhjet që ke bërë me sërbët e me grekët? Unë i kam të gjithë te prekortët të ne. Pa pik turpi del në televizor, e thua Skënderbeu është sërb. Pa le, Ceka. Ti dhe Ceka e thot, nuk kemi neve shqiptar të vjetën. A more Ceka, qa s'ke vjedhur, qa s'ke bërë, s'ke lënë skruptur, pa shitur. Pra ne kemi gjithë dashur bashkëdhetar shqiptar. Të Rami Salis ka ngelur 4-5 veta. Janë këta. Berisha, Nanua ka vdekur, që ishte edhe Nanua, Gjinushi, Ceka dhe Meksi. Këta kanë ngelur që ishin të Aliut. Pra dashur shqiptar, po e përfundoj. Natën e mirë, mos dëgjoni se shton televizor këto. Do përfundojnë arestimet. Këtë muaj ka përfunduar. Fjallën e fundit po e them edhe një herë. Ju, të gjykatës të kushtetutës, të 5, që ose ka fotografi mund të nxjerrësh për të kujtuar. Fjallën e fundit e shqot të dashur shqiptar. Do t'i shihni vetë ta të 5. Dosjet të tyre janë bërgati. Për të dalë. Sepse këta penguan arestimin e Ballukut. Ajo është arrestuar. As ka ku vete. Pra, të 5 këta kanë shkatruar kushtetutën. Përdor Aishini Gent Ibrahimi, që e njoh shumë mirë. Unë njoh të gjithë. Dhe sidomos kryetaren, që është sot Papa Jorgji. Kryetare Papa Jorgji. Duhet i thesh urgjent pa vajtur data 19-22, si e keni bërë ju. Do të kesh ndërë nëse ti i thret të 5 të këta. E ata 3 të tjerë që dual pro gjykatës, që ishte e dënuar që të hiqe imuniteti.
ishte dënuar të mos vinte me në kryeministri. Ju të pesë, po drejtohem ty direkt. Ti e kryetare sot. Papa Jorgji. Unë ta di biografin tënde. Thriti urgjent këtë drejtë se je kryetare. Thriti urgjent. Nesër kemenat. Dhe thriti urgjent dhe të bësh me ligj me rregull. Sepse kushtetutën që keni ju është kushtetutë sërbe. Si ka mundësi që ti të thyesh urdhin e gjykatës? Gjykata e kishte bërë që zëvendës kryeministra të mos i ngjite me shkallët. Kurse ju e shtyt deri në 22. Ju menduatë se s'do bëhet asgjë. Jo, ju dëmtuat vetën. Ibrahimi, ke dëmtuar vetën thënë. Unë e di që ti je komunist. Unë e di që ty të ka sjellësorru. Po përfundoje një herë e mirë, thrisi sa më parë. Të dashur shqiptar, natën e mirë, gjumën e emël, mos dëgjoni këta, do arrestojnë që të gjithë, do venë në litar. Edhe unë i them, fjallë e fundit, shqiptarëve, ju do bëni gjyqin popullor. A jeni dakord apo jo? U falenderoj që më keni dëgjuar, të më falni që u zgjata, por përmisat e kalit ka shumë gjëra, po kur t'i shihni ti hiqni zvarr, atëherë do jeni më të kënaqur. Natën e mirë u pafshim nesër në orën 6. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.